Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Protesta ka hyrë sot në ditën e saj të 16. Mbi 2 javë mobilizim të pandërprer me protestues që vazhdojnë të kërkojnë të njëjtat përgjigje dhe me një debat që çdo ditë po zgjerohet përtej protestës dhe po prek drejt për drejt skenën politike në vend. Mbrëmja e djeshme solli një tjetër zhvillim të rëndësishëm me bllokimin e autostradës dhe lëvizjen e protestuesve drejt aeroportit, ngjarje që ngjallën diskutime dhe reagime të shumta si në radhë të protestuesve ashtu dhe në politikë. Ndërkohë, aktualiteti politik u shënua dhe nga largimi i deputetes së Partisë Socialiste Mariana Koçeku nga grupi parlamentar i kësaj partie. Pra i Partisë Socialiste, një vendim që ka hapur diskutime të reja mbi ndikimin që kjo protestë po prodhon në skenën politike. Apo hyn protesta në një fazë të re, apo fillon ajo të prodhoj pasoja konkrete politike, çfarë na tregojnë zhvillimet e fundit për raportin mes rrugës dhe politikës dhe çfarë domethënie ka largimi i një deputete nga grupi parlamentar i mazhorancës.